Unë kam qenë ushtarak përpara dhe më kujtohet i ditë 5 mëngjesit se ne punojshim 24 orë në shtëpinë oficerave në Durrës për të krijuar gazemët për ushtarët e NATO-s. Dhe ka qenë generali Jackson, që kishte ardhur ndarkën nga Kosova, kujtohet si sot pothuajse në fytyrë të si Clarku, me atë barretën, trup gjatë, dhe pothuajse ne u misu me të se ai vinte kontrollonte çdo dhomë, çdo gjë. Dhe kur çu mëngjes, sa kishte dalë mëngjesi, në ora 4:30 mëngjesit, ngriti kokën lart, ju duk si vrensim. Tha, nduket tha se po animon tha zoti Serbi se do të bjerë shi e sun bombardojmë sot. Pra, edhe këto detaj i kishin generalët e NATO-s për Kosovën. Clarku është i 2008-s. Unë para Clarkut kisha vajzën dhe kisha deklaruar që mu me falë zotin i djalë doja ngjes emrin Wesley Clark për një arsye. Unë kam pas fatin të takoj Wesley Clark në Durrës, pasi unë kam bërë investim të NATO-s në Durrës dhe në Rinës në kohën e luftës. Unë nuk e kam takuar si zyrtar, por e kam takuar rastisht që vjen aty unë bëshë investimet. Dhe e njëri mi kështu, kam qenë edhe vetë ushtarak, e njëri mi kështu hynë tru që ky njëri do ta shërojë Kosovën. Dhe me të thënë të drejtën e kupton Wesley Clark mirë që nuk bëni luftën e dytë botërore me rusët e Bosnjës për këtë heq. Dhe ditën e parë, fati djali që kishte lindi në Amerikë, dhe bleda ajo gjenë civile, ka thënë, po që është kjo emër? I ka thënë, baba vetë do më janë gjitë për hirë të generalit që ka shqiru Kosovën. Djali e ka takuar mas 12 vitët, 13 vitëve në Washington, pasi djali ka qenë një kurs në Akademinë e Filmit në New York. Në takimin që ka pas për të shqiptarët e Amerikës kanë shtruar një drek për djalin tim Wesley Clark. Dhe djali im thotë kam nderin, thotë që kam emrin tuaj. No, thotë, e kam për nder unë, thotë që ke marrë ti emrin tim. Dhe tashmë Wesley Clark është mik i familjes tonë.